Zgjedhja ime deklaruar që vite më parë, sepse kur unë kisha moralin kërkuar zotin Berisha të bëj një hap mbrapa, patjetër duhet të jepja shembullin tim dhe kam deklaruar që unë s'kam pasur ambicie, por kjo nuk do të thotë që nuk kemi përgjegjësi. Keqardhje ndjej për faktin ku ndodhet vendi sot, keqardhje ndjej për faktin që opozita pësoi një humbje turpruese. Keqardhje ndjej për faktin që po flasim që zgjedhjet u manipuluan, kur nuk flasim për zgjedhjet. Pra problemi kryesor që ka Shqipëria sot është kush është zgjedhja. Si mund të dilet nga kjo situatë? Unë mund të bie dakord me të gjitha akuzat që bën zoti Berisha për abuzimet në zgjedhje dhe i bashkohem atij, por problemi shtrohet që a mundet të jetë zoti Berisha zgjidhje? Pra a mundet të largohet sipas logjikës zotit Berisha zoti Rama që është i korruptuar dhe që ka manipuluar zgjedhjet për të zëvendësuar nga zoti Berisha që si Departamenti i Shtetit ashtu dhe Ministria e Jashtme britanike e kanë shpallur të padëshiruar për korrupsion dhe për minim të demokracisë. Patjetër Partia Demokratike do ketë zgjedhje. Unë jam plotësisht i bindur që me këtë gjendje që është Partia Demokratike ka prekur fundin dhe vjeshta që vjen maksimumi pranvera do të prodhoj zgjedhje.